Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje kudo që na ndiqni. Presidentja e vendit, zonja Vjosa Osmani, ndodhet në Washington në një takim me presidentin Donald Trump. Një takim i rëndësishëm për të dhënë funksionalitet bordit tashmë të paqes, e ku është konfirmuar edhe nga shteti Izraelit që Kosova dhe Shqipëria do të jenë pjesëmarrëse me trupat e saja në bordin e paqes për Gazën, dhe janë deklaruar me raste edhe vetë udhëheqësit e institucioneve të Kosovës dhe vetë zoti Kurti, pa dhënë shumë detaje se cili do të jetë misioni konkret edhe i forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo është një prej tema më të rëndësishme sot në rrafshin ndërkombëtar në pritje që Irani përfundimisht sipas media më serioze botërore të goditet nga Shëbat në kuadrin e një orvatje mbase të paritshme për ta konkluduar marrëveshjen për çelëmatimin bërthamor të Iranit. Zhvillime definitivisht të rëndësishme në rrafshin ndërkombëtar, në shqetësimet që po vjen të artikuloj dhe Rusia se çdo sulm ndaj Iranit do të kishte pasoja shumë serioze. Këto janë tema që vijojnë jo vetëm tani, po janë përshkallëzuar dhe më shumë në dritën e pritjes së sulmeve që Irani mund të ketë nga Shëbat. Tashmë aeroplan mbajtësit janë zbarkuar atje, kemi kontingjent dukshëm të madh të prezencës ushtarake amerikane në gjia atje dhe gjithçka mund të ndodhë sipas mediave amerikane brenda pak ditësh mbas edhe këtë vikend. Zhvillime që po mbajnë botën në ankth se ç'po ndodh. Një zhvillim tjetër i rëndësishëm në Republikën e Kosovës ka të bëjë me zgjedhjen apo mos zgjedhjen e presidentit. Ka mbetur edhe 15 ditë me 4 mars përfundon afati, kur Kuvendi i Kosovës do duhet ta zgjidhte ose presidentin apo presidenten, në mënyrë që të shmang një klim të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Të ndodh kjo nuk dihet, ai që dihet tashmë është vetë kryetarja e Kuvendit Zona Albulin Haxhiu alarmoi për mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme nëse deri në këtë datë nuk vendoset se kur do të jetë president. Ai që dihet zgjata pak më tepër është se zonja Osmani tashmë ka ambicien e saj, ka shprehur hapur që të ringjitet edhe një herë në podiumin e presidentës, është zoti Ramush Haradinaj, po ashtu nga kampi i tij që flasin se mund të jetë kandidat për president, a do të përmbushet procedura legale për të konkuruar apo jo, nuk dihet. Ajo që dihet tashmë është që vendin e pret një temë rëndësishme politike. Stuhia nuk është larguar ende nga mjedisi politik. Ftoj për analistin Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Kasirit bashkëbisedojmë. Për këto tema komplekse, vështira. Por shqetësimi i madh i Kosovës është aktualisht nëse mund ta shmang skenarin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme duke zgjedhur presidenten apo presidentin deri me 4 mars. Sipas jush. Por ne edhe ne tash ka qartësi. Po këtu është problemi edhe ne që po tentojmë, do të japim disa interpretime pak a shumë racionale për aq sa mundemi mbi kahjet e procesit politik. Jemi në një mjegullnoj sepse vetëm mbartësit e kryesorë, ata personat të cilat janë përgjegjës, do të thotë që duhet t'i japin drejtime të eliminojnë paqartësitë e pasigurisë, thuajse janë të heshtër në një farë mënyrë sa i përket këtyre procedurave. Pas asaj që e thatë ju në fillim të emisionit që Vjosa Osmani, domethënë që dihet për opinionin që e ka bërë të ditur edhe në mënyrë të vazhdueshme e potencon faktin që ka ambicie ta ketë edhe një mandat presidencial, mirë po nuk është e qartë se si do të mund të realizoj, do thotë, këtë synim politik për shkak se forca kryesore politike, do thotë, lëvizja vetëvendosje, kryeministri tashmë legale, legjitim, Albin Kurti, sepse jemi mësuar të themi kryeministrin detyrë për një kohë të gjatë, ka lënë pasojë edhe në fjalorin politik ai model bizar i qeverisjes. Është i paqartë dhe ende nuk ka dhënë asnjë sinjal, nuk ka dhënë asnjë indikator se për cilin drejtim është i përcaktuar. A është për vazhdimin e mandatit të presidentes aktuale, do thotë, apo
Ka edhe interes ta çojë vendin në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, sepse zgjedhjet do thotë mund të shmangen apo mund të mos shmangen vetëm nga vullneti personal i Albin Kurtit. Tjerët mund të jenë viktima rrethanore të këtij procesi. Po të ketë vullnet Albin Kurti për t'i dhënë drejtim këtij procesi, atëherë shmangen zgjedhjet, do thotë nuk futemi në një cikël të rritë blokadës politike, mirë po tash ne nuk do të thotë se për shkak se kjo është një situatë e paqartë mund të jenë variabla tjera të cilat mund të ndikojnë që mund të jenë më atraktive do të thotë zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme për të përfituar kohë për shumë arsye. Tashmë buxheti është miratuar, nuk e ka më presionin e rrugëve dhe është në gjendje do thotë që është treguar që është profitabile modeli i qeverisjes do thotë jashtë çdo kontrolli parlamentare në mënyrë do thotë me një retorikë më tepër të fushatave permanente sesa qeverisje me anë të procedurave ligjore. Prandaj është tepër konfuze situata përpos siç tham synimeve të Vjosa Osmanit ende nuk ka asnjë shenjë do thotë që mund të shmanget skenari i blokadës politike për shkak se kryeministi ka deklaruar që është i gatshëm të diskutojë edhe me subjektet opozitare, por ne tash po flasimi në bazë të veprimeve publike, pra paskenun nuk mund të interpretoj, do thotë mund të kenë ndodhur lloj aranxhmane, ato që nuk dihen për opinionin publik, mirë, por në sferën publike ne nuk kemi parë asnjë lëvizje konkrete në drejtim, asnjë ftesë paktën, asnjë incim në një procedurë ku ftohen subjektet, paktën kanë një kafe me pi, jo diçka më shumë, nga një kafe dhe për ta hapur për diskutim, cili do të ishte kandidati i tyre i preferuar dhe se çka duhej të bëhej, çka duhet të bëhen në mënyrë që opozita të qëndronte në sallë që ta plotësonte korumin prej 2/3 të deputetëve. Qarqeve do thotë analitike, spekulimeve kanë ekzistuar pandema se i ka thënë Vjosa Osmani që le të siguron ajo 30 vota, ndërkohë 50 vota televizjes vetëvendosje i ka të gatshme. Kjo mënyrë mund ndoket si nëse është e vërtetë kjo, pra po thamë jemi në nivel të spekulimeve, nëse është e vërtetë ndoket një formulim tinzar për t'i treguar asaj që megjithatë ky nuk do të angazhohet për ta plotësuar proceduralisht të drejtën e saj për presidentin, për ta siguruar numrin e nevojshëm të korumit në sallë, mirë po nëse ajo është në gjendje vetë që ta bëjë një gjë të tillë, atëherë mbase i njëjti mund të jap mbështetjen për të shmangur, do thotë konfrontime tjera me Vjosa Osmanin. Aktualisht do të shihet në opinion publik nuk vrehet ai entuziazëm që ka ekzistuar në vitin 2021 ndërmjet Vjosa Osmanit dhe Albin Kurti, është një lojë e tyre, taktike apo një mend ka dallime të theksuara politike, mbetet të shihet gjatë ditëve në vend. Por ajo që mund ta themi me siguri të plotë, me qartësi të plotë, deri më tani nuk ka asnjë lëvizje milimetrike në sferën publike nga subjektet politike në drejtim që të shmanget blokada e cila do të vi pashmangshëm nëse vazhdojnë kjo qasje politike, sepse nëse partitë politike sillen këtë mënyrë, vetëm i shprehin dëshirat e tyre publike, por nuk ndërmarrin veprime konkrete në drejtim të materializimit të këtij synimi, atëherë blokada do të vijë sepse 4 marsi vetëm po troket nder, mos do të shumë afër, nuk ka afat më për ekzibicione tjera. Dhe në këtë mënyrë ekziston parlamentarja Haxhiu foli me shqetësim sipas saj, në mënyrën se si ishte vokacioni i saj, tha na pret ky problem që dihet objektivisht që kemi probleme me gjykatë kushtetuese, me kryeprokurorin, me shumë çështje tjera që janë të domosdoshme dhe etike për t'i adresuar shumë shpejt. Të duket të shqetësuar vërtet zonë Haxhiu? Jo, kjo më duket më tepër lojë publike apo kupton, fillimi i një retorike për të krijuar justifikime në rast të dështimit eventual dhe në rast të mos realizimit të skenarit dhe detyrimeve që i ka skena politike. Për shkak sepse prapë tham, po të ketë vullnet lëvizja vetëvendosje, po të jetë mirëfilli e interesuar që të shmangen këto pasoja politike, absolutisht kjo çështje mund të kryhet që sot mund të kryhet. Madje ne tash kur jemi duke biseduar me një takim me ftesë, sepse edhe subjektet opozitare për shkak të pozicionit në cilën ndodhen, shihet qartë që nuk kanë ndonjë vullnet më, shihet qartë që nuk janë të interesuara që të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse ato janë në një pozicion të palakmueshëm politik. Pse nuk janë të interesuara subjektet opozitare për zgjedhje? Po ndëgjoni, janë mas pari zgjedhjet e 28 dhjetorit, zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë qenë një goditje e madhe elektorale për
partitë opozitare. Po, në vend se të njëjtat të arrinin ta bindin opinionin publik se kush është fajtori për krizën dhe për blokadën 9 mujore, ato e psuan, do thotë elektoralisht për shkak të asaj blokade që e shoqëroi vendin. Atë votë që kanë kasolli, atë votë që kanë, mendon se do duhet të operonin me reflektim oportun ndaj çdo propozimi që atyre mund të vjen nga. Jo, dëgjoj, unë po flas për çastin e tyre politike, bindja ime është tjetër. Bindja ime politike është tjetër. Atë votë që kanë, bindja ime politike është ata nuk guxojnë ta pranojnë asnjë emër për asnjë kandidat për president nëse nuk përfillet mirëfilli vullneti i tyre politik. Kjo është bindja ime politike, mirë po flas mënyra si po sillen ata, mënyra. Prandaj po duhet ta. Bindja ime është si po e lexon, si po është. Bindja ime është në asnjë variant, asnjë shans të njëjtit nuk guxon të shndrohen edhe këtij shantazhi, do thotë juridike politik se vendi mund të shkojë në blokadë nëse opozita nuk reflekton vullnet për kompromis politik. Vetëm nëse mirëfilli, do thotë, partia fituese e zgjedhjeve është i interesuar që ta marrë në konsiderat çështjen politike të opozitës për ta gjetë një emër konsensual për president, atëherë mund të shqyrtohet prezenca e tyre mund të shqyrtohet dhe është diçka e cila ja vlen, do thotë, të njëjtat të qëndrojnë në sallë. Mirë, por nëse imponohet kandidati me kalkulimin se të njëjtat nuk kanë asnjë alternativë tjetër nga se kanë frikë se zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme do të ishin edhe më fatale për të, unë mendoj që subjektet opozitare nuk duhet binë prej e këtij kërcënimi, sepse pasojat do të ishin edhe më të rënda si për vendin si për ato, nga se me dorën e tyre, nga frika e tyre do të pajtoheshin që gjitha pushtetet politike t'ja jepnin në dorë partisë fituese të zgjedhjeve. Dhe siç e kanë dëshmuar historia do thotë nuk është që të njëjtat kanë përfituar elektoralisht duke i ndihmuar lëvizjes vetëvendosjes që t'i ketë të gjitha pushtetet në dorë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka qëndruar në sallë para 5 vite tash sapo bëhen kur ishte votuar presidenti Vjosa Osmani. Mirë, po kjo nuk është rikthyer në profete dhe në benefite elektorale. Njëta ka psuar humbje pikërisht për shkak të asaj çësje konstruktive. Kursin e gabuar. Zgjodhen kursin e gabuar. Po vijuan me këtë kurs. Po vijuan me këtë kurs, që t'i nënshtrohen këtij shantazhi, unë jam i bindur që të kurrja e tyre mund të jetë më ngadalt, ato mund të jetojnë në iluzione, ata mund të jetojnë në iluzione se e shmangën një krizë, por ajo krizë do t'i glaborojë gjithnjë më shumë më nga brenda. Një këshill po kërkoj nga ju si analist. Unë si gazetar, po vendosa të shkoj t'i ofroj mikrofonin ndonjë partie opozitare. Kujt mund t'i kërkoj mendim opozitar sot? Ndëshë, kjo është... Nuk e di as ata vetë, nuk e di, jam i bindur për shkak se... Mund t'i ofroj publikut opinion opozitar sot? Ndëshë. Po vendosa t'i kem në studio, po vendosa t'i intervistoj? Prej se ka fillu, do Këta kem mendim opozitar si pas jush? Prej se është konstituu kuvendi legislatura e 10, realisht ne kemi pa një opozit jashtëzakonisht dop. Ka qenë fragile e dop sa i përket betejave dhe sfidave me pushtetin. Është arsyet i dinë ata, kalkulimet është mirë që të bëhen para opinionit publik. Unë bilëm pata edhe një reagim edhe me rastin e seancës të 18 vjetorit të pavarësisë, do të ishte befasuese mënyra që asnjëri prej subjekteve opozitare, do thotë, nuk ishte në gjendje që të paktën për hir të korrekcisë historike, sepse nuk është fjalimet e përfasuesve të subjekteve opozitare nuk reflektojnë të vërtetën historike që ka kaluar shpallja e pavarësisë, nga se në atë kohë është evidente, është e ditur, janë arkiva, do thotë, lëvizja vetëvendosje ka pasur qëndrim tjetër. Do thotë, lëvizja vetëvendosje madje nuk e ka konsideruar se është e denjë të festohet ajo ditë. Janë në arkivat bibliotekës kombëtare që ndodhen në mediat e shkruara, do thotë, dhe ju edhe gazetarët kanë raportuar. Dhe unë jam i bindur që një opozit më kredibile do të kishte guximin që jo ta merrte në pyetje, sepse ajo nuk është seancë e pyetjeve parlamentare, por t'ja rikujtonte edhe vetë kryeministrit, apo t'i kërkonte llogari që të paktën është penduar për çështjen që kanë ndjekur ato. Aktualisht sot e kam problem t'i ofroj publikut një mendim mirëfilli opozitar. Absolutisht, janë të shkapërderdhur, nuk është e paqartë, është e paqartë se çka kërkojnë dhe fatkeqësisht dhe mjerisht i tërë intenca e tyre reflekton frikën
zgjedhjet eventuale të jashtëzakonshme. Dhe kjo ka filluar jo vetëm sa Ndritjen e skenareve për zgjedhjen e presidentit. Jo vetëm në zgjedhjen, por para konstituimit të kuvendit. Kanë qenë subjektet opozitare të parat që kanë dhënë sinjale që po kërkojnë marrëveshje politike për këtë temë. Dhe një çështje tjetër transmeton mesazhin sepse të njëjtat nuk janë të interesuara në asnjë variant që nuk janë të interesuar në asnjë variant do thotë që të vijë bllokada dhe që eventualisht vendi të shkojë në zgjedhje. Mirë, po pushteti mund ta lexojë ndryshe këtë çështje dhe këtë vullnet të tyre. Për shembull, Albin Kurti mund ta lexojë si frikë të tyre dhe mund ta shtojë gjithnjë më shumë presionin mbi to në mënyrë që të përfitojë më tepër politikisht e institucionalisht nga kjo situatë pas tek dalin në cilën ndodhen. Në sytë e publikut dhe të medias, në observimin ton, vetmja figurë politike që po sfidon zotin Kurti është po ashtu njëri me pushtet. Por në rrafshin nacional, po e sfidon zotin Kurti, është kryetari i Prishtinës, zoti Përparim Rama, po e sfidon duke e akuzuar se qëllimshëm me politikisht po e le Prishtinën jashtë buxhetit të këtij viti. Buxheti po amendamentohet dhe pritet të trajtohet edhe kjo temë. Është në terren i vetëm zoti Përparim Rama duke e sfiduar po me atë temë me të cilën e sfidoi edhe para se të bëj kryetar, për buxhetin, për Prishtinën. Përparim Rama është vërtet ka kohë që ka filluar ta ketë një çështje tjetër, të shtoj protesta, kemi parë protesta, mobilizim të përfaqësuesve të komunës para qeverisë, një gjumë pak më agresive në raport me pushtetin. Absolutisht. Mund të kërkoj mendim për dhe kundër. Absolutisht. Tash unë nuk jam kompetent të flas proceduralisht për mënyrën se si ka ardhur kjo situatë. Mënyra se si po bëhet betejë. Mirë, po është vërtet. Absolutisht. Betejë kryesore që zhvillohet, pajtohem në ai zëri kryesor i cili po krijon mobilizim politik kundër pushtetit thjesht gati absolute plebiscitar të lëvizjes vetëvendosje është Përparim Rama. Kjo nuk mund të mohohet. Mirë, po rezervohem sa i përket jap një gjykim të prerë politik për mënyrën se si ka ardhur deri te kjo situatë. Se si ka ardhur deri te kjo situatë që buxheti i kryeqytetit, që është njëra prej qendrave më të rëndësishme urbane, që të mos përfshihet në projekt buxhetin e shtetit. Kërkoj të thotë qartësi më të madhe politike dhe publike nga dy palët në këtë punë, sepse nëse mirëfilli do thotë vërtetohet e verifikohet që kjo është bërë qëllimshëm, ky do të ishte diskriminimi më i madh, do thotë i brendshëm politik që ka ndodhur në Kosovën e pas luftës. Qëndrime politike ka solli që mban zoti Përparim Rama, që mban zoti Ekuran Morati, ministri i financave dhe zoti Kurti. Unë prapë them, nëse në fund verifikohet, nëse në fund del që është e vërteta qëndron që qëllimisht për hakmarrje politike pse qytetarët e Prishtinës vendosen ta ndëshkojnë lëvizjen vetëvendosje, dhe të mos ja japin votën. Për këto motive tulta politike, Prishtina është lënë e papërfshirë në buxhetin e shtetit. Ky do të ishte diskriminimi më i madh që ka ndodhur politik në Kosovën e pas luftës. Dhe kjo do të ishte njëri prej skandaleve më të mëdha që zoti Rama po flet. Tash mban pushtetin, është njëri me pushtet. Ka përgjegjësi publike. Dhe po flet. Fare nuk rezervohet, nuk përmbahet, po flet, po mbron sipas tij qytetin mirëqenien e qytetarëve, mirëqenien e cili i ka dhënë votat për ta administruar, për ta qeverisë. Ka thonë në sytë mediave në nivel nacional, po duket që zoti Rama polarizimi pajtohem karshillak i vetëm zoti polarizimi kryesor sot që ekziston sa i përket përjashtot, do thotë individ kështu që nuk kanë struktura politike partijake, mirë pa ata janë zëra të vetmuar, janë zëra individual, sepse nuk prodhojnë efekte politike. Sa i përket protagonistëve politikë, unë pajtohem plotësisht aktualisht i vetmi zë i cili po zhvillon betejë institucionale dhe politike është Përparim Rama. Ndërkohë mbetet të shihet proceduralisht se e vërteta në cilën në cilën anë. Po Besimi matutet e tema presidentit ajo ndodhet në një takim me presidentin Amerikan për të konfirmuar rëndësinë
e çdo platforme matutje të operimit të bordit të paqes, iniciativë që më tonë të artikuloj jo karshillok me OKB-n, sipas tyre, por që është një trup ndërkombëtar që e përgjigjet ndoshta më të shpejt sfidave që ka sot rendi global, siç është Irani tazëm, këto ditë mund të jetë në rrezikun e sulmeve amerikane për shkak një qasje të tij që ka me programin bërthamor e kështu me radhë. Disa herë tash mos më bjen ta përsëris vetveten, këtu bashkë që kemi biseduar. Do të thotë edhe Edi Rama. Po, edhe Edi Rama, unë këtë e kam konsideruar ngjarje pozitive për botën shqiptare, ftesën që është bërë dy shteteve tona që të jenë pjesëmarrëse në bordin e paqes dhe kjo është për mua një sinjal se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë ende ta trajtojnë Kosovën dhe Shqipërinë si partnerët e tyre kryesor strategjik në rajon. Dhe shto faktin, paradoksin kemi diskutuar disa herë, Kosova sot është vend i cili nuk ka asnjë kompani lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Serbia i ka disa të tjera, mirë po në fund kur janë pyetje ato projekcione të mëdha gjeopolitike, po shihet që nuk kryjnë punë, me këtë nuk po duhet ta justifikoj qasje neglizhueshme të qeverisë së Kosovës, përkundrazi ta kritikoj, e cila në vend se të shfrytëzoj këto rrethana të bëjë investime shumë më të mëdha, sepse përfitimet do të ishin të jashtëzakonshme, duke marrë parasysh këtë solidaritet të madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me botën shqiptare, me Kosovën. Pra në vend se të investohet në këtë drejtim, totalisht i ka ignoruar intensifikimin e këtyre lidhjeve diplomatike e politike. Kjo është humbje, përkundër kësaj fitore, përsëri ne në një farë mënyrë jemi të humbur, sepse nuk i kemi shfrytzuar të gjitha mundësitë maksimale që kemi pasur në tavolinë që është dashur të shfrytëzoj Kosova të përfitoj. Dhe pjesëmarrja e presidentës Osmani, do të për mua është ngjarje e rëndësishme në këtë drejtim. Absolutisht ne e dimë si funksionon sot rendi ndërkombëtar, ne mund ta idealizojmë, mund të flasim me një gjuhë teorike, idealiste, kantiane e tjera, por bota është kjo që është OKB-ja ka dështuar në sa kriza, do thotë, në sa po të mos ishte angazhimi dhe impenjimi i veçantë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, asnjë krizë, as këtu në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Mos flasim për vatra tjera, për kriza tjera të botës, nuk do të ishte zgjidhur, do thotë, sa po të kishte mbetur në dorë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Është një mekanizëm jo funksional global për shkak të drejtës së vetos për plasjen e interesat dhe e ndëgjova me vëmendje madhe dhe fjalimin e sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio në samitin e sigurisë në Munich, i cili shumë qartë tha, në një botë ideale dhe ne tha do të ishim ftohtë që këto tema do të ishin zgjidhur nga diplomatët, nuk do të kishte nevojë për mekanizma shtesë, as për mjete tjera shtesë. Mirë, po kjo është bota e cila është. Po e marrim rastin e Venezuelës për ta konkretizuar. Të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian, të gjitha kanë konstatuar që është vjedh vullneti politik i qytetarëve të Venezuelës nga Maduro. Dhe të është mohuar drejta e tyre. Çka ka bëu OKB-ja në këtë drejtim? Ai ka qenë një president jo legjitim, ka qenë një president jo legal. Sepse pushteti i tij arbitrar është bazuar në glabërimin e vullnetit politik, në vjedhjen e vullnetit politik të qytetarëve të atij vendi. Dhe çka ka bëu OKB-ja? Ose struktura tjera multilaterale? Kanë bërë se hir. Asnjë veprim konkret në drejtim të restaurimit të demokracisë. Prandaj personalisht do thotë siç e kam thënë disa herë, unë e konsideroj me peshë të jashtëzakonshme pjesëmarrjen e Kosovës në këtë drejtim. Ne nuk duhet bim prej shpjegimeve utopike se po relativizohet roli i OKB, sepse po të kishte qenë vetëm mos harrojmë edhe për ta përmbyllur këtë dimension. Natyrisht jemi në mjedis po jemi në mjedis ka të tillë mbase që bën merak. Bën merak për të mbrojtur OKB. Drejtën e vetë së Rusisë në ndërkombëtar se po funksionon me tutje. Po sepse po të mos ishte, sepse po të ishte lënë edhe në dorë, edhe fati i Kosovës tani, se kthehemi pak në histori, edhe fati i Kosovës po të ishte lënë vetëm në dorë të OKB-s. Ku do të ishim sot? Ne jemi vetë ende peng. Shteti i Kosovës është ende peng ndërkombëtari strukturës së OKB-s. Ne ende s'po mund dalim për shkak të strukturës shumë komplekse. Ne ende do të kemi ende mbi shpatull, kemi rezolutën 1244 e tjera, ende kemi të lashë sa i përket konsolidimit të shtetësisë plot në aspektin ndërkombëtar, për çka edhe jemi detyruar të him në një proces të raskapitës të negociatave me Serbinë të menaxhuara nga Bashkimi Evropian, për shkak të këtij
problemi edhe për shkak të kësaj strukture të Organizatës e Kombeve të Bashkuara. Dhe në vend se derdhim lot krokodili se si po cenohet ajo, ne duhet ta inkurajojmë, do thotë delegjitimimin e Pasë bën merak, gajdohen ato. Jo. Që të nesërmen të ligjerojnë universitetet ndërkombëtare mbi arkitekturën e tjera ndërkombëtare. Se si ta mbrojnë, se si ta mbrojnë. Që në këtë drejtim pjesëmarrjen e Kosovës në Bordën e Paqes nga ana presidentës Osmanin Davos. Nuk unë ta përshëndet shpejt zoti Kurti pas insistimit sistematik të medjave më në fund foli i dha mbështetje. Tha, po e përmeni Gazën, përmeni FSK-n në Gaza. Mund të ndihmoj zonin Osmani që t'ja ndroj mendjen zotit Kurti, ose ta ketë me qarë zoti Kurti për të mbështetje pasi të kthehet nga Washingtoni? Ndëgjori, nuk jam i qartë, Ndihmon zonin Osmani kur takim në Washington. Ndoshta mund t'ja përkeçoj situatën. Sepse mund ta nxjisë xhelozin, mund ta nxjisë frustrimin me këtë performancë të zonës Osmani, ndonse realisht kalkulimi shtetëror po të bëj kjo nuk është fitore vetëm e zonës Osmani. Ajo ndoshta mund të tentojë, edhe Vjosa Osmani bën gabim që tenton që ta kapitalizoj personalisht. Politikat e dha atë punë, po. E bëjnë edhe atë punë që të tentojë ta kapitalizoj vetëm personalisht ta interpretoj sikur vetëm kjo pse është presidente Kosova e pat këtë përfitim, sepse po të mos ishte kjo presidente, Kosova nuk do ta kishte edhe këtë përfitim politik e diplomatik. Ky mund të jetë edhe gabimi i saj që mund t'ja rëndoj gjendjen në vend se po kjo është mirënjohje për shtetin e Kosovës. Unë prapë kam thënë kjo është mirënjohje dhe vlerësim strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vetëm për shtetin e Kosovës, edhe Shqipërinë. Edhe Shqipërinë, sepse edhe Shqipëria është prezente aty, është e qartë. Nëse Vjosa Osmani është meritor në rastin e Kosovës, po në rastin e Shqipërisë është vetëm vlerësim që jemi vendet e vetme në rajon, jemi vendet e vetme në rajon që jemi të përfshirë në një iniciativë të rëndësishme politike, diplomatike të iniciuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk mund ta prognozoj, sepse nuk jam profet, se cili do të jetë fati politik i ardhshëm i këtij entiteti. Por unë vetëm një sen e di që Kosova dhe veçanërisht Kosova nuk e ka luksin të ketë dilema strategjike në ato iniciativa dhe në ato nisma që ndërmirën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Publicisti Soroj kërkoi, e kemi shtruar, kërkoi interpretim nga Venecia. Natyrisht pjesëmarrja e Kosovës atje duhet të ratifikohet shpejt nga Kuvendi i Kosovës, mbase këtë javë, jo për javën tjetër do duaj të ratifikohej në Kuvendin e Kosovës. E shihni se mund ndodhë kjo? Tash po flas racionalisht, racionalisht dhe logjikisht kjo do duhet ndodhte, mirë po është e paqartë sepse duke u nis nga ajo që thatë ju vetë kryeministri Kurti ka dhënë sinjale, nuk e ka përmendur fare, nuk është Bordin e Paqes fare, totalisht ka qenë i heshtur sa i përket pjesëmarrjes Kosovës në këtë nismë diplomatike. Si vëllezërit e tij ideologjik dhe politik në arenën ndërkombëtare kanë dilema në raport me këtë entitet, mirë po tash çfarë qëndrimi do të mbaj lëvizja vendosje mbetet të shihet. Aktualisht do thotë që është publike, që është e ditur, është që ka shprehur vullnetin për dërgimin e FSK-s në si një forcë paqësore, që pashtu është rëndësishme, edhe në këtë drejtim unë kam përshëndetur këtë iniciativë. Kosova nuk është se ka kapacitete të jashtëzakonshme për të menaxhuar konflikte të komplekse. Po imazhi pjesëmarrja e Kosovës, mesazhi do thotë që Kosova po shndrohet në faktor i cili po eksporton paqen në botë, është arritja më e madhe ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. Dhe në këtë drejtim ne nuk guxojmë të humbim këto shansa të jashtëzakonshme diplomatike që na ofrohen, sepse ne e dimë do thotë çfarë sa kompleks. Me gjys goja thuaj i dha mbështetje Kurti? Nuk i dha mbështetje. Bordi i Paqes ende nuk i ka dhënë mbështetje. I ka dhënë mbështetje vetëm dërgimit të FSK-s në dërgimit të FSK-s si një trup paqërruese në Gaza. Mirë po jo që i ka dhënë mbështetje ende Bordit të Paqes. Nuk kemi parë asnjë deklarim publik. Si e tillë. Nuk e përmendni, por u lexua. Nuk kemi parë asnjë deklarim publik taksativisht duke ju referuar ekskluzivisht këtij entiteti politik i cili po krijohet sot nesër kur do të nënshkruhet edhe nga lider të tjerë. Mund të ketë sherr apo hajër? Afërsia e zotit Rama, mbështetja e tij për zonën Osmani. Në rastin konkret, për sa kohë që mbeten ditët për t'i numëruar. Kur ajo mund vazhdoj, po them, në podiumin e presidentës, apo
Zbes nga ju. Rrit ne deri tash kemi parë, ajo është evidente, kemi parë një ftosisje për këtë raporteve ndërmjet kryeministrit Kurti dhe kryeministrit Rama. Edhe takimi që ishte para 2 dite, do thotë që u mbajt në selinë e qeverisë së Kosovës, shije qartë edhe nga paramediave, performanca, ishte takim shumë më pak i ngrohtë se sa ndërmjet Vjosa Osmani dhe Edi Rama. Ato leximet jashtme që shihen, do shihet që Albin Kurti dhe Edi Rama nuk i kanë raportet ideale ndërmjet veti. Tash se a mund t'i hakmerret kjo Vjosa Osmani? Pra po tham më shumë se sa me këta faktorë të jashtëm është e lidhur me disa presionet mbrëmshme të cilat mund të ndikojnë që Albin Kurti të jetë për Vjosa Osmanin apo të mos jetë. Dhe kjo ka të bëjë për shkak të paqartësisë që ne po kemi vështirësi të japim një gjykim të saktë për shkak të vetë paqartësisë së kryeministit Kurti në raport me këtë temë. Sepse mund ndodh, është bindja, është kalkulimi im, mund ndodh që kryeministi Kurti nuk ka interes, do thotë për Vjosa Osmanin edhe për shkak sepse Albin Kurti tjetër është për konsum të mbrëmshëm politik që e përdor retorikën. Ai është i vetëdijshëm. Mos mendojmë që nuk e din këto. Është i vetëdijshëm plotësisht që asnjë milimetër sukses ndërkombëtar nuk mund të ketë shteti i Kosovës pa i zbatuar detyrimet të cilat edhe vetë i ka pranuar në procesin e negociatave në Bruxelles. Unë jam i bindur që ai është plotësisht i vetëdijshëm dhe që tjetër është kërkesa e tij fillimisht në nënshkrimi, më pastaj zbatimin për bashkësinë ndërkombëtare, si për Brukselin ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashmë kjo marrëveshje ka karakter ligjor. Edhe unë nuk besoj që këto entitete do të bëjnë kompromise me konstatimet e tyre në raport me kërkesën e qeverisë së Kosovës. Dhe tash ku qëndron problemi? Njëra prej sfidave kryesore, kafshata më e madhe dhe më e hidhur politike që do duhet ka përdihet, nuk ka dyshim që është fillimi i procedurave për themelimin e bashkësisë së komunave. Ajo është evidente. Ne prim mandat të plot. Me gjuhën e televizave vendose. Dhe ne e kemi parë edhe në mandatin e. Sot pse nuk jemi antar të Këshillit të Evropës? Nuk është që Rusia ka qenë pengesë, as që Serbia ka qenë. Dëgjoj, as nuk ishte prezente, do të thotë. Shanca ideale ka qenë pikërisht për shkak të përjashtimit të Rusisë, që shfrytëzohet ky momentum politik e diplomatik që Kosova të bëhet pjesë e kësaj strukture jashtëzakonisht të rëndësishme ndërkombëtare sa i përket drejtave të njerëzit e tjera në konsolidim të shtetsisë. Dhe ne nuk jemi pjesë e këtyre forumeve, do të thotë, dhe kemi dështuar ose ku është procesi sa i përket aplikimit për fillimin për antarësim në Bashkimin Evropian. Ende as që është shqyrtuar nga Brukseli, as që është marrë në konsiderat. Dhe Albin Kurti mos mendon që nuk e din që arsyet e këtij stagnimi ndërkombëtar janë të lidhura ekskluzivisht me mos fillimin e procedurave për zbatimin e detyrimeve të këtilla. Dhe tash kjo është një pse ka arsye zoti Kurti të ketë mendje, dilema për të dhënë mbështetje ose jo zonës Osmani. Qëndroj mirë për mëna. Qëndroj. Asnjë problem zonja Osmani. Mirë, mund të jetë. Në rrafshin e brendshëm qëndroj shumë mirë. I druhet se mbas ajo do të jetë me autonome në mandatin e dytë. Jo, edhe kjo mund të jetë, mirë, po edhe mund të jetë, po du vetëm edhe një variabël tjetër, vetëm një variabël tjetër ta çoj deri në fund. Jo konformiste. Jo, mund të jetë edhe ky, mirë, po edhe një variabël tjetër po dua të analizoj. Mund të jetë interes i Albin Kurtit që fillimin e zbatimit të këtyre detyrimeve ta bëj duke e pasur në krah, në pozicionin më të rëndësishëm një shtetëror, një figurë me një sfond më të rëndësishëm heroike kombëtar. Do thotë që vjen nga hipotetikisht Ramosh Haradinaj, hipotetikisht. Nuk është që ka indikacione që do ta mbështet lëvizjeve vendosje Ramosh Haradinaj, por një personalitet i kësaj natyre, një personalitet i kësaj natyre, edhe i cili edhe pse nuk ka shumë mbështetje elektorale, por i duhet për ta kompensuar këtë anë tjetër që të ketë legjitimitet në sytë e opinionit publik fillimi i zbatimit të këtyre detyrimeve që Albin Kurti është i vetëdijshëm që ai mund të mos i zbatoj ato sot 10 vjet, por në planin ndërkombëtar vetëm do të jenë duke u përkesuar fati i Kosovës nëse nuk çelet dera e përshpejtimit të procedurave të parafrimit me strukturat euroatlantike. Ne do të mbesim këtu sot 1 vjet, 10 vjet, 2 dekada, ose vetëm nëse ndron ndonjë komplet rendin ndërkombëtar. Por aq ku sa janë këto parametra tashmë situata është e qartë, ne asnjë milimetër nuk mund të lëvizim në këtë drejtim, dhe sa i përket qoftë antarësimit në NATO, që është jashtëzakonshëm sepse është e qartë edhe
filloi procedura e antarësimit në NATO, edhe në Bashkimin Evropian. Në fundit hajde OKB-n po e lajm se ashtu kështu bordi i paqes do ta zaventësoj. Mirë, po qoftë në NATO, qoftë në Bashkimin Evropian, ne nuk mund të lëvizim asnjë milimetër pa fillimin e zbatimit të këtyre detyrimeve. Fati presidentin në duart të kujt është? Realisht është në duart të lëvizjes vendosjes, është forca më e madhe politike. Do të pa vullnetin e lëvizjes në duart e një platforme kompromisi, siç e tha edhe ish deputeti Dugolli, se do të shikojmë dhe opsione tjera, po lëvizin të flasin vetë deputetë e ish deputetë. Realisht nuk mund të ketë president pa vullnetin politik të lëvizjes vetëvendosje për t'i dhënë president të vendit. Ka 57 deputetë, është në sens logjik në këto rrethana, është iluzion të mendohet që mund opozita ta imponojë ndonjë kandidat të saj duke anashkaluar pushtetin. Është ekskluzivisht në dorën e lëvizjes vetëvendosje, mirë po mbetet të shihet se çfarë qasje do të përdor ky subjekt politik. A është e interesuar mirëfilli që në bashkëpunim me opozitën ta gjejë një figurë konsensuale të pranueshme për të dy palët, apo ta përdor këtë temë si pretekst për iniciimin e një blokade dhe krize të re politike, duke u nisur nga kalkulimet për të përfituar kohë më shumë për shkak të këtyre detyrimeve që i ka shteti i Kosovës. Realisht këto dy skenari isha në tavolinë, jo diçka tjetër. Sollet, falenderoj për kohën. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.